Babe, sa vjeç je? Jo, unë jam 80 vjeç. Edhe 100 Ma bab. i mend, përveç nëse të edhe njëshin të dalin ujë kështu, si që ka dalë kështu. Si që ka mytur. Si që ka mytur djesën e këtyre. Si që ka mytur edhe ugarin tim atje që unë, a i nuk bëhet me kita mjellun. Edhe ty të shpërmbyt gjithçka. Po, 4 dyllym, këta mite e kam unë. Edhe. Nuk ngitet me, nuk millet me. Millet i për të shë përbarë, por nuk millet për bereqet. Sa kohë duhet që të thahet toka, po të mos vjerë shi? Po mos bjen shi, po do, 1, 2, 3 java, 3 java. 3 javë, që t'jetë kohë e mirë. Po ja, Tjetë behar. Iku ajo e grurit, e për çata mjellës pasete. Ai nuk bën me. Se po hyri prilli, e di veti pasej. Absolutisht. Absolutisht. S'bën përpjet ai. Ai po mboll millet e Bëhet more burri dhe këtu nuk bëhet një kanal. Ja, si të ja ti do të vëtet ti. Ky kanali këtu pastrohet i tërë gjatje në ra, e vi këtu. Kur ka ardhur për herë të fundit skrepi këtu? S'ka ardhur skrepi. Asnjëherë. Pare, ramet pas po them unë, ka qenë ai axhemi aty, edhe e binte na njëra ai kështu. E binte i se interesosh. Kush ishte ky axhemi? Çka ka qenë kryetar? Jo, nuk ka qenë te pomat atje. Te pompa. Merresh te pomat atje. Ta kuptoj, punoi si poma. Punoi si pomat atje, po bën edhe këtë, kërkonte atje, rrinte. Skrepin e po e prunë vjen sa për foto. I rrinte asaj tan kështu. Si tha i gjunja se e binte ai na njëherë. Tani jo, me. Jo, nuk ka. Shiko, myte gjuna, gjitha domate, gjitha i prodhim. Njeri këtu e ka mill, njëherë mori sallator, gjunar burri dhe qeshë kështu. Ora nuk vjen njeri këtu ore. Po nuk vjen njeri ta mbledhin fshatin aty, ta lajmëroj 1 ditë para, 2 ditë para, popullin. Ta lajmëroj 1 ditë para atje. Ka këtu, edhe organizata ka këtu, Ka këtu. Është kryetari i këshillit, si thoshim neve, edhe kryetari i partisë do ketu. Ore kryetari i partisë do thotë unë merr me politikë, po thos merr. Mua ai. Më thotë që hajde se nesër do vinë kryetari i bashkisë. Qa halli kini ju? Kryetari i bashkisë merr 2 veta mbrapa, edhe sht. Iku ajo. Paroj, tanaj. Subvencione bab keni marrë ndonjëherë? Këtu vallai të mos ashu unë njëherë kam marrë. Njëherë. Po. Të mos ta bëj. Pra njëherë e keni djerë vetëm njëherë të vetmen? Kam marrë unë. Keni marrë për naftë, besoj? Po për naftën. Si vjetë se kemi marrë, jo. Si vjetë ju bëm kështu neve, nuk e kemi marrë, nuk. Ç'të merrni si vjetë? Nuk. Për çka ka nevojë fermeri sot? Urgjente, më të parë. Shiko. Fermeri njëherë më të parë, njëherë në atë ja këta se ngrin, nuk ngrin dot me kokë. Këta që kanë milësër atëre. Po mirë unë që e nga vati në ugarin në të me 20.000 lek dylymin. Ati e 4 dylym. Mirë, në të ja kam caktu një. Kam një pyllë, këto pyllë, të shenë ta kërë nana, rëfja. Shqipë si shaj, e të rujtë. Toka jote kjo këtu? Po. O, asa e dhimshme. Ta filmojmë pak, lutem. Kur do millet ajo tokë? Ati. Gjithë prodhimi iku. Kur do millet? Ajo tokë. Gjithë prodhimi ka ikur. Nuk punon njeri. Ne kuptoj. Ore pse me atë sistem nuk mytë shëngtare burri dhe. Ore që në rënë e kokte e bënde kanali kur dushe je. E bënde shtator kanalin. Nuk vjen bëhet kanali tani. Bëjnë kanal tani. Ata shtator flen gjumë, shkojnë plazh, edhe rrin kanalet me ferra dhe me tera. Po taksat i pagun kjo zonë? Qysh si pagun taksa? Taksa toke. Ku të la njeri pa taksa e burr? Ku të la njeri pa taksa? Po më taksa ju i paguni për tokën, paguni për ndriçim, gjelbërim, pastrim. Pa ndriçimin e bukur që ka bërë aty në të shumë. Në të ka përru lagjet. I shkoj lagjen tonë aty. Aha. Të pash atë. Nuk ka këtu ere, nuk ka asnjë gjë këtu. Tu s'ka rrugë, jo ndriçim. Nuk ka. Po pyetja më dhe pse i paguni këto lek? Se mirë, ja kjo është logjika, pse i paguni taksa? Se nuk janë tjetër tyre, se kemi hallën edhe. Në bashkinë Dimal jemi fshati parë që pagohen taksat me përqindje më të lartë. I ke verifikoni pas që që Po. Në këtë bashkinë. Se thot ai, Shani Pasha. jeni në atë në rezervorin thoni. Pa jeni bashki shembullore. Bashki shembullore. Takse, fshati jon e shqipari në bashkinë e Seta. Na është energji, por e çdo lloj takse që tako. Drita. Nuk themi 100% se 100% asnjë gjë nuk realizohet, por ne jemi
Njëna fshatat ti paguajmë taksat më rregullisht. E kuptoj. Ku të da jej hajën a hire burri dheu që t'ja hedhin tani. Unë e ka marrun se unë kaj kam, 4-5 dhe në kap. E ka marrun 6.000 lek dengun. A i sot nuk e merë do 5.000 lek dengun, se e pini, edhe ku të da jej. Se kjo është bërë në tëran, është mytur e tëran. Ja, u rrit dhe çmimi. Po, tani. Po ku të da jej njëre, se si që mytur ne, jam mytur edhe ati poshtë. është mytur tërë zona e fushës. Ashtu është. Muzëqeja. Muzëqeja është mbytur e gjitha. Edhe në zonën e Lushnjës ka mbytje. E gjithë. Se ere, bejnjar gjitha turti, jasë është taj kushjegje të anë atë, kja atje në atë të atje, dzirët e shpita atje. Në kuptoj. Gjitha turti. Beti. Ti nuk do ta bësh për sot atë ti, unë ta bëj për sot nesër pas nisë. Ajo nuk prishet me. O babe, këta janë të rinj. Me vite. E qartë. Si që ka bërë atje në atë. Tere ka bërë argjature, ja atyre fjerë. Kjo argjinatur ka qenë e bërë para 90-s? Ishim kaqun, kur u bërë argjature, Kur u bërë argjature. Vinin e menaxhonin atër, ha? Aje linde me roje, burri dheut atje në atë. Kishte roje. Kishte roje, nuk shile dot. Kështu të bëhet. Kështu të bëhet. Por e kështu të bëhet, po kushta bëj? Po kushta, ata që kemi në atje, që fusin për xhepat. Ata që vjedhin. Atje. Ata ta bëjnë. Tani këta janë të rinj. Do bëjnë si do bëjnë. Po. Edhe larqof na ikin fare se na ikin Greqi. Ti si do a bësh? Me qa mbahesh? Me qa jeton? Si e çon jetën përpara? Për qa çon jetën përpara, unë marr 150.000 lek me gruaja, Unë marr se ka mbyllur, në atë. E ishim vetë kompetent, si thonë. Edhe mbyllim në atë. Marr 200.000 lek. I mbake, merke diçka pension. Po qa mund dalë se ti ke edhe ilaçe, ke ilaçe? Ka ilaçe, gruaja ime merr 70.000 lek një ilaç. Një ilaç 76.000 lek. Iku gjysma rrogës. Nuk e merr dot ajo. Nuk i merr dot. Gjysma pensioni se thash rrogës. Të marr unë të shoj shtëpi, pi 6 lloj ilaçe. Për zemrën, për trashe gjaku, për qa budalliqe të tjera që është vizituar i dzirin ata doktorët. Më të ti kanë dhënë për mirë ty se ty ato ilaçet më gjallë, po. Na kanë Gjitha me lek. Ngarkuar me lekët të shpuna në. S'ka falas. Ja, nuk ka falas. Që të marrësh falas atje, do të vesh Tiranë, muaj për muaj. Të vesh Tiranë, që ta marrësh me gjysë çmimi, ata që merr 76.000 lekë. Po mos ma leverdis, vetë në Tiranë e burrit e unë. Vete e gjejnë doktorin, se i gjejnë doktorin atje. Halli madh. Ka radhë atje që të hyjnë ta marra, ka radhë atje që të hyjnë ta marra. Se janë të tëra të lidhura këto, janë zigjir këto. Pra për një ilaç në Tiranë. Po. Se se meri do të Lushnjë. Po, është shiko. Këtu nuk është se ka qenë pa berë. Këtu ka qenë e berë edhe ne e prishim. E prishim. Kush e prishi? E prishim drejtuesët tani që nuk po vën dorë këtej poshtë. Ha se vjen buka nga jashtë. Edhe i kanë me ferrën vendi tyre. Po ti goditesh dhe nga importi i drithit. Po mirë ti goditesh në të nga importi i drithit serb. Që në erdhe dhe me aflatoksinaj. Ajo rënon mi neve në ri, po ata për vetë tyre diqa veneve bejnjerën. Ma kuptoj. Për ne, po, për ne të shpetë. Për ne muzëqartë, te. Bujku. Të riju me belë sot edhe vjeqë pastor Jugari. Kaq. Zoti e bëf mirë. Faleminderit, pap. Po me këta jo. Me këta që ja nuk bëhet mirë. Asnjëherë nuk bëhet mirë. Nuk bëhet mirë asnjëherë. Po ku do t'i gjejmë ne të mirë ato, pap? Ku t'i gjejmë për jare? Se dhe ne jemi qikës, po e them shumë të... Trashanike, mënyrë trashanike dhe? Trashanik. Neve. Po ka plotë njerëz të mirë e burri dhe jo, qa është kështu nuk ka, nuk pas ka Shqipëria njerëz të mirë. Po pse ata të parë, pse ishën të mirë ata, qa kishin ata? Të mirë. Zbatojsh ligji, bëjsh puna që linde për poshe, e sot tallet ai për poshe. Tallet ai se dhe ju i keni dhënë votën tate. Të këtit sotmi të djeshmit par djeshmit. Jo vetëm një force politike, të kuptojemi. Pra ne jemi këtu produkt i kësaj politike 30 vjeçare. Zemre, një dy legjislatura nuk ka pasur nevojë fare ne për... S'u ka pyet fare? Për vota. Vota. Harke, sarke të kutia ati nuk i bet shumë vonë. Do jim teori konspirative tani, faleminderit, pap. Jetë shëndet.